me 2 golla e përsi do të fitoj Kosova. Është ndeshje historike që shumë gjenerata kanë kalu, e nështë edhe kanë me kalu që s'kanë me pos mundësin për me zhvillu një moment kaq decisiv jo veç për futbollin, po për këtë qytetin tonë. Për shkak se një fitore do të ishte një pjesëmarrje në Kupë Botës që shumë futbollistë ndoshta e fillojnë karrierën, e kryjnë karrierën edhe nuk mund me arrit me lunë Kupën e Botës. E normal që është moment historik për krejt neve, që t'i përkrohëm ata djemë që për na përfaqësojnë mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe gjithë bashkë mendoj që është një moment historik, është edhe muji i Marsit që për neve shqiptarëve është muji i Marsit, muji i lavdis. E shpresojmë që këtë ditë, këtë muj ta mbyllim me lavdin që do të ishte fitore kundër Skadrës turke dhe kualifikim Kupën e Botës. Po është një favor shumë i madh, për shkak se e dim që me pas zhvilluar ndeshjen në Turqi do të ishte një atmosferë shumë ndryshe, për shkak se edhe Skadra turke për vitit 2002 nuk ka marrë pjesë Kupën e Botës. Normal që edhe te ata është presioni njësoj si te ne, për shkak se ndoshta te ne unë mendoj që është pak më pak, për shkak se na jem 3 si pjesëmarrës, edhe normal që edhe nëse nuk arrijmë me kualifiku, vetëm arritja deri këtu na ka bërë me na njoft shumë vende, shumë që nuk na kanë njoft edhe kështu. E po më ndeshjen me Slovakinë që është që nuk na njeh, mirë po prej asaj note nuk më na harru më kurrë, për shkak se ja shoqëm edhe ëndrrën atyre. E normal që është një përparësi shumë e madhe me zhvillu terrenin vendas këtë finale. Shpresojmë që ta shfrytëzojmë atë përsinë që kemi të terrenit vendas edhe ta arrijmë Kupën e Botës. Unë jam shumë optimist, për shkak se besoj shumë duke po grupin e lojtarëve që po bëjnë ndeshje shumë të mira, edhe formën e secilit individ besoj shumë, edhe jam shumë optimist që çfarë do forme, po me vazhdim apo me penallti, do të jemi ne që do të kualifikohemi në Kupën e Botës. Shpresojmë njësione, me kom po bisedoj, gjithë janë shumë optimista, gjithë kanë atë bindjen që do të kualifikohemi. Shpresojmë që ajo bindje, ai optimizëm të na realizohet martën. Vallai nuk po di sa më sa, po mendoj që me 2 golla e përsi do të fitoj Kosova. Po duke po punën që o bun federat edhe në futbollin tonë, mendoj që gjithë e kam pritë që do të vi një ditë, mirë po se do të vi kaq shpejt, normal që gjithë jemi konë të vetëdijshëm që do të ishte e pamundur marrë kaq shpejt, për shkak se ka shumë kombëtare, shumë vende që kanë investu milione e miliarda dhe nuk po arrin me u fut këtë vend, këtë nivel që kemi arrit ne. Mendoj që vendi jonë ka shumë talenta, ka shumë cilësi, vetëm se kemi qenë mbrapa me kushte, me stadione, edhe ajo na kalon shumë mbrapa, edhe ajo është ndoshta një prej fajtorëve që Skadra jonë kombëtare edhe shumë ekipe nuk po arrin me pas shumë sukses në garat evropiane. Tash kanë fillu me rregullu senet, kanë fillu me rregullu edhe stadionet, edhe shpresojmë që kjo ndeshje të jetë vetëm një hap prej atyre hapave që do të bëjmë si shtet shumë të mëdhenj. Nëse s'ka bërë një lojtar të rrallë që kishte nuk gol në Istanbul apo nëse ka pak. Po para 4 viteve me Skadrën e Ballkanit kur kemi marrë pjesë në garat e Conference Ligës, na ka ra shorti të luajmë me Skadrën turke Sivasspor në fazën e grupeve, edhe në Sivasspor në Turqi kam shënu gol, edhe kam asistuar atje, edhe në Prishtinë kundër Sivassporit kam shënu gol. Normal që ka qenë për Skadra kosovare, niveli Conference Ligës është me thonë shumë i lartë, për shkak se kemi qenë Skadra e parë që kemi arrit atë nivel. Jam edhe futbollisti e parë që kam shënu gol në Conference League prej Skadrave kosovare, edhe normal që është diçka që po mbetet, për shembull, tash po kujtojmë pas 4 viteve, mirë po do të kujtohet edhe shumë gjatë, për shkak se historia është ajo që e rikthen apo i kujton, sidomos këto momente historike që janë për vendin tonë, që po përballemi me Skadrën turke, po na i rikthejnë edhe neve ato emisione që kemi lu kundër ekipeve turke në Conference League.